Të dashur shqiptar, ka ndodhur një skandal shumë i madh. Literatura e Bizantit. Fjalori i Aleksandris tregon që shqiptarët vinë nga fisi i lirë Parthenoi. E kam thënë në shumë filma të tjerë, Virgjëreshat. Ky ishte titulli i Athinës që i ka dhënë fisi iranian Parthini. Merri from Thel. Emri i shqiptarëve është i lidhur me gjuhën iraniane, sepse fjala dimën në shqip tregon që gjuha shqipe në thelb të saj është një dialekt iranian. Qytetet i lire në Shqipëri janë të gjitha helene, por popullsia vendase ishte iraniane. Quheshin Parthini nga Partha. Ky është emri i Persis. Partha. E bëj këtë film sepse ka nisur konflikti i madh midis gringove dhe Iranit, dhe Irani është populli në vëlla. Jo përsëris. Të gjitha fjalët e trashëguara të gjuhës shqipe janë kopje të dialekteve të lashta iraniane. Ne pra jemi fisi Parthini, Parthët. Parthia është emri i Iranit. Athena Parthenos, Athena Virgjëresh, është një emër iranian në gjuhën greke. I ilirëve iranian. Grekët i quanin ilirët Hiluroi, syçakër me bisht. Drilon, organ maskullor. Labiatan, buzë të organit femror. Breukoj, vemje. Këto emra kaq të ndyrë, kaq të shëmtuar, tregojnë për një përbuzje që grekët kishin ndaj popullit parthian, dhe Persia u shkatrua nga maqedonësit për fat keq, sepse ata mendonin se ishin pasardhës të kulturës helene. Ku të çon ideologjia? Perandoria më e bukur iraniane, arianët e bardhë, u shkatruan nga vëllezërit e tyre maqedon, sepse aq u ndikua Aleksandri nga helenizmi. E njëjta gjë po ndodh në Shqipëri. Helenizmi është zvendësuar me idenë pellazgjike, që ne jemi populli më i lashtë, pellazg, dhe që ky popull pra fliste greqisht. Helenët thonë që ky popull fliste një gjuhë iraniane. Merrni from Thel. Gjuha shqipe është pasardhëse e gjuhës së parthinëve. Grekët i kanë djegur qytetet e yllyristëve. Bishtatundës, do të thotë në greqisht. Nga fjala oura, bisht. Fjala Illuros është një lloj si fjala Killuros, bishtatundës. Nga Kilos, gomar, gri, dhe oura, bisht. Edhe Illyros është formuar nga Hilos, së shtrembër, oura, bisht. Është sharja më e rëndë në gjuhën greke, njeri me bisht. Mua më hidhron pamas që kryeministri shqiptar është identifikuar me njerëzit e Shkretëtirës kundër popullit të tij origjinal arian. Pra ku të çon ideologjia, sa e rrezikshme është ajo që ti del kundër vëllezërve të tu biologjik. Gjuha shqipe ka mbijetuar për shkak të rezistencës së parthinëve ndaj kulturës helene, dhe ne po helenizohemi nga studja e etimologjisë, që e identifikon gjuhën shqipe me gjuhën greke. Po të studiosh fjalorin e gjuhëve indo-europiane, e kupton që gjuha shqipe ka trashëguar fjalë nga gjuhët iraniane. Dhe sot do të sjell një fjalë
lebeditem është në maqedonisht lebdi, është gjithashtu lebditi në gjuhën serbokroate, do thot dridhem, por edhe varem në ajër, edhe dridhem njëkohësisht. Fluturoj, ri në ajër. Kjo është e tmerrshme. Është fjala që unë e përdor shumë shpesh, lebedi, jam i lebeditur. Kjo është fjalë huazuar nga gjuhët serbe, maqedone, por fjalët e trashëguar të shqipes janë të gjuhëve iraniane. Dhe kryeministri shqiptar gëzohet që 50 vajza të vogla u shkrin për së gjalli nga raketat e gringove. Vajza të vogla të pafajshme. Dhe ai e ka bërë Shqipërinë aleate me këta vrasës. Kjo është periudha më e rrezikshme në historinë e popullit shqiptar, se do mbetet kjo njollë e gjakut mbi ne që ne nuk e kemi. Duart me gjak të gringove dhe të njerëzve të shkretë të tirës duan që të na bëjnë duart tona, të na i lyejnë neve me gjak, kur ne nuk i kemi të lyera me gjak. Po përjetësisht ama. Ka që të mërshme, do më thënë, është trashëgimia që po lë kjo flisir nga Sureli. Ky dëm që po na bën ne do të jetë i përjetshëm, do na ndjeki përgjithmonë. Pra ju lutem shpirtërisht bëhuni me popullin e Iranit, sepse ilirët flisnin dialekte iraniane. Dhe kjo vërtetot me fjalën dimën, që gjendet në një dialekt iranian, që sot e flasin rreth 1000 veta kanë mbetur, po zhduket ky dialekt iranian. Po zëvendësohet nga arabishtja, për fat keq. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor, dhe unë po lebeditem gjithmonë e më shumë me trurin e shqiptarit. Pra kultura jon është, nuk është kulturë helene, nuk është kulturë greke, ilirët flisnin dialekte iraniane, është e sigurt. Irani është populli ynë vëlla. Jo grekët. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.